Elementet fonetike të folurit. Theksi. Theksi i fjalës në gjuhën shqipe ka të bëjë me rrokjen e theksuar të një fjale. Shqipja ka theks të fjalës që bie në një rrokje të caktuar dhe nuk është i lëvizshëm. Fjalët në gjuhën shqipe e kanë një rrokje të theksuar. Zakonisht rrokja e theksuar është ajo parafundore. Fjalët një rrokshe: mal, dru, laps. Jam fjalë një rrokshe dhe theksi do të bjerë në atë rrokje. Në rastet kur mbi këto tema formohen fjalë të reja, atëherë theksi zhvendoset në rrokje të tjera: malok, truar. Siç po e shihni, theksin e kam theksuar me ngjyrë të kuqe. Të kujtojmë, përgjithsisht fjalët shërbyese, një rrokshe, si parafjalët me, në, pa, te, lidhzat dhe, se, që, e, nyjat, i, e, të, s, trajtat e shkurtra, m, t, na, i, u, foljet ndihmëse ka ardhur, je rritur e tjera, pjesëzat do të viju, lo dhe tjera, nuk theksohen, pra fjalë të tilla quhen fjalë klitike. Fjalët dy rrokshe. Te fjalët dy rrokshe, theksi zakonisht bie mbi fjalën e parafundit. Nu, se. Fjala e parafundit, këtu në këtë rast, te u. Motër, tek o. Vatër, te a. Por edhe në të fundit, gomar, shtëpi, qati, kala, bela, tepsi, pra në gjitha rrokjet e fundit. Edhe te këto fjalë theksi zhvendoset me rastin e formimit të fjalëve të reja mbi to, si tema nusëri, motërzim, gomarllëk, shtëpiak, belazhi. Do me thënë theksi kalon te parashtesa fjalë formuese. Njëjtë ndodh edhe me fjalët shumë rrokshe, punëtor, punëtori, punëtoria. Përveç te fjalët Prishtinë, Prishtinas, Tiranë, Tiranas, theksi nuk kalon te prapashtesa fjalë formuese, por ruan pozitën parafundore. Theksi emfatik. Theksi emfatik është përqëndrimi i theksit në fjalën përmbajtësore apo bartëse të kuptimit. Theksi është fuqia e vënë në një fjalë gjatë të folurit për ta bërë kuptimin më të qartë. Theksi është kur i themi disa fjalë më me shumë forcë se sa të tjerat. Për shembull, a sot nuk ra mjaft shi, theksin mund ta vëmë në cilin do fjalë që duam ta theksojmë më shumë. Për shembull, a sot nuk ra mjaft shi. 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 Ky është theksi i fjalës dhe ai zakonisht vihet në fjalët që janë bartëse të kuptimit. Theksi emocionor. Ky theks përdoret për të vënë në dukje qëndrimin emocional të folësit, si gëzim, ironi, përbuzje e tjera, ndaj dikujt ose ndaj një veprimi të caktuar. Kur zgjatet zanorja e theksuar, përcillen emocione pozitive, si kënaqësi, gëzim. Për shembull, sa bukur, sa mirë. Kur zgjatet bashkëtingëllorja para zanorës së theksuar, shprehen emocione negative si mos pëlqen, ironi e tjera. Do ta shohim këtë, sa e bukur. Intonacioni. Intonacioni është lloj i ritmit që ka të bëjë me lartësinë ose ultësinë e zërit. Ky ndryshim i tonit të zërit gjatë shqiptimit të fjalisë është intonacioni i fjalisë. Intonacioni është muzika e një gjuhe dhe ndoshta është faktori më i rëndësishëm i theksit të mirë. Në shumë gjuhë përfshirë dhe gjuhën shqipe, intonacioni shërben për funksione gramatikore duke dalluar një lloj fjalis
nga një lloj tjetër. Për shembull, te fjalia dëftore në formën pohore, tregon apo kupton diçka. Ajo karakterizohet nga intonacioni i zbritës drejt fundit të fjalisë po shkon. Ndërsa, te fjalia pyetse, përdoret për të pyetur për diçka që nuk e dim, ose kur nuk jemi të sigurt për atë që e dim. Këto fjali shquhen për intonacion ngjitës, po shkon? Fjalia nxitëse shpreh vullnetin e folësit për të nxitur dikë të kryej ose të mos kryej një veprim të caktuar. Po shko. Përdorimi i sakt i intonacionit e qartëson komunikimin. Intonacioni dhe theksi janë aktor të rëndësishëm të folurit. Në të folurit nuk ka shenja piksimi, por ato i manifestojnë përmes intonacionit, tonit dhe theksit.